Sa vjeç ishe kur u divorcove, Tasha? Kur u divorcova isha 30 vjeç. 30 vjeç u divorcove. Po, të pyes, ish bashkëshorti, është martuar? Bashkëshorti, po, ka jetën. Ka ndërtuar jetën Po, e ka tij. ndërtuar E kuptoj. jetën, ka dhe 2 fëmijë. Mrekulli. Dhe për hir së vërtetës ata kanë marrëdhënie shumë të mira me vajzën. Me vajzën. Do me prezantosh pak vajzat. Majlinda, më the? Majlinda dhe e vogla quhet Fatjona. 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 Sa e lidhur ke qenë ti me të dyja? Shumë. Sepse Fatjona, kur unë jam divorcuar, ka qenë 2 vjeç e gjysmë. E ka përjetuar më shumë Majlinda apo Fatjona? Majlinda e ka përjetuar shumë, por Fatjona e ka përjetuar gjatë gjithë rrjedhës mbas ikjes së babait. Sepse fillimisht fëmia e vogël kur nuk vjen 1 ditë, 2 ditë, babai thot me shërbime dhe ndërsa Majlinda ma ka përjetuar shumë. 1 muaj përpara se të ndronte jetë, kishte filluar punë në një biznes për kangjëllat. Edhe atëherë nuk kishte dhe siç është tani evolimi, domethënë kompjutrave, atëherë bëheshin të gjitha me dorë, listat e 20. Sa po mbushi 20, mbas 3 muajve sa po hyri në 21. Edhe e merrte ai përgjegjësi dhe i thoshte Majlinda, do më bësh bordorote dhe atyre, po pagën e ke kaq. Jo, i thoshte, nëse s'ma jep kaq sa dua, ika. Ishte shumë e prerë. Dhe një ditë më thotë mua mami, tha, kam menduar, tha, rrugën që do të marr, se nuk ishte komoditeti këtu. Kisha vetëm 2 divane, të thjeshta, siç ishte ajo kohë. S'kisha as bufe, as karike, se ndarja pastaj, Flori, ndahen. Edhe një karike ndahet për gjysmë. Gjysmë e ka burri, thotë gjysmë e ka gruaja. Tashi mund t'i nxjerrësh dhe jashtë edhe s'ti merr njeri. Edhe s'kisha bufen. Kur shikoj unë një makinë ishte ngarkuar me bufen. Tasha, se përgjithsisht më thishte në emër, mos thuaj tani tha që do vuaj. Tani që fillova unë, të bleva fillimisht bufen, karike dhe akoma si kanë thuar. Të një karike që t'ka bler Majlinda atëherë? Këto janë kujtimet e vajzës time. Kur dilte, po ta gjente një gjë në rrugë e merrte edhe i bënte me varak. Edhe këto i kam thënë vajzës time të vogël. Asnjë gjë nuk dua të më luash. I ke kujtimin e saj? Ndërsa mangallin që ma ka bler motra ime për 60 vjetorin dhe nga gjyshja ime Flori, nëse mund të vinë në ndihmë, këtë mashën e kam kujtim nga gjyshja ime e babait, që sa herë shikoj se ka qenë shumë e pastër. Këtë kam pas edhe një xhezve, më ka humbur, kush e di si ka humbur, po mu më ka ngel peng. Edhe i ruaj shumë, edhe u bëj shumë izmetin. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu. Dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.